Mi mbrëma sonte të dashtun ju që na shikoni këtë botën ku ka shqiptar. Tash në Kosovë kanë fillu, domethënë, filmat edhe serialet me të madhe. Normalisht nuk kanë tonë sukses, po një numër i madh ty në kanë sukses. Sa më shumë filma që bëhen, sa më shumë seriale që bëhen, aq më shumë aktor, kameraman, regjisor, njerëz që bëjnë organizimin punësohen, kështu që sa më shumë që bëhen është më mirë për vendin tonë. Sonde kam dy aktorë që njërin e një para se me lind, tjetrën mas i kom lind. Lalushin edhe Emën. Lalush, mirë se erdhe. Mirë mbrëma, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Ema, mirë se erdhe. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjeta. Lalushin e kom pas edhe një herë intervistë para sa vjetëve Lalush? Ka dikon 7-8 vjetë ashta. ma shumë. A? Ka ma shumë. 8, më shumë së më Qatë të dikon. 8 vjetë, para me që 8 vjetë e kom pas një intervistë, Emën për herë të parë. Po. Këta dy, Lalush mas pari do të pyet që sa kujt të marrë me këtë punë. Unë me qëtë punë jam të morë shpetim që 32 vjetë, tash i bëj 32 vjetë. Do më thoni bjen para luftës, Po, që ja po, ke nisë. para Diku luftës. 95, 6, 7, 93, 4. 93, 4. Halo gjallë, do më thonë. Që Me kujtë këtë jam? punë. 7 shpirë të kam Ato ka gërdit? Pa qëres, bëhat ka njerë po atë për dhe bëhat në shta bajat për vullneti për punë dhe për artin, ka mojtë gjallë dhe jam këtë që jam. Ti ja ke nisë me komedi mas pari. Pas po e kom nisë me skeqë humori, pastaj me komedi dhe kom vazhdu kështu. Vitet e para luftës, për herë po, shpetim atër pa ta dalë me videokasetën e Ëndrat e Lalushit, që u mirë pret shumë mirë nga publiku, atër më nëzës pret që një videokasetë me dalë, Vërtet. kur e poshtë që publiku pe donë, po më donë, Po, të ka pranu. po më ka pranu e, atër fillova me punu dhe videokasetën do të lotoni duke qeshur, ishte videokasetë. Cilën vit? 97-ën. Në prak luftës. Prak luftës, është edhe kështu që aja videokaset pas që dulë edhe veç filloj lufta dhe unë me njerë ju bashkan gjitha radhe të ushtriqin dorë të Kosovës edhe Do më thonë e le humorin edhe ka për pushkën me luftu. pa tjetër, ja kemi bashkë atë shëtim. E vërtet. E kreve atë punë. E përfundova luftën edhe vazhdova prapën e me Pra. letën punë, me Nuk skeqe. hinë në punë kërkun kështu, as Ja, me ja, shku ja, me ja. naj ministri ose me naj sektor. Hes, kom dosh, Që është një kemi vro me punës dalë tem. zot, po e ke lanë krejt. I kom lënë krejt edhe kom vazhdu me punën, dhe me thonë me punën tem, profesionin tem, me humor, komedi, këngë, videoklipe, se kisha dhe studion atëherë, nga Art Lali, Po. që kam punu shumë videoklipe nga këngëtarët ndryshëm vërtet. të estradës, E vërtet. që sot janë në mojet e Karrierës, suksesit, suksesit. karrierës, edhe nuk i kom do kur. Deri E në- ke pa hajrin, mjaftu Po, shumë. po që shë është betim, E ki pa harin, e a? kom pa harin shumë. Deri në vitin e 2014, ka esë shpetim puna, Për marak. si ata sahatat Sarkisov, zvizës. Që theshin të nërë, se nërë. kisop i mira, e se ka hush kur. E në vitin 2014, pata një sfid, pata një smundje shumë tronë, dhe më dashme me pauzu 7 vjetë. Anë 14, do më thonë, ti 2014. e pate një smundje. Me 7 nëntor të vitin 2014. 2014. Kom pas të lëndru dikun e orën 4:15 mëngjesit. 4-15. Edhe ato filloj më njerë jeta që thëmë natë të porëzë. Në gjumë e konë, Në gjumë. aramen kuma, Më njerë. keron kuma. Po, më njerë. Di që më ka shku ish një vetim komandor dhe mos kam dita se gjo. Sonet e në kuma, tash sigurisht kanë të regu, ose 7 diçka orë po. Po, që valve të jeta. pyt kështu direkt. Kur je konë koma, a ke pas naj, po më nëj, a ke ditë që je gjallë, ose a ke ditë që je koma? shpetim. Qa ka ndohë për shtuhur? Për këtë punë do të më ullë me bisedu kështu tamam me të kaldu. Kretë për që ato, se për zgatë ka 780 vjetë. Shka së përsheshe. Të bëhone gjatë isha. Gjatë ish. Që ajo periudhë shkurt ishtë shumë e gjatë. Dhe kështu që do të më ullë 2 muaj me bisedu për Gjatë. këtë punën. Më të Për kaldu. që ato 7 Po, kretë, orë. ka kam shku, ka kam zbërit, ka kam me kanë kom nej me kretë. Do më thonë, tu ka shfaqë jeta jote që... Këtë ndryshe. Ndryshe. Këtë ndryshe, po. A e deshe që është një farë botë paralele, a e deshe që është diçka... Shmë isha me di ku jam. Okej, Se vishë sanat bukra, sanat mira. Kum po. e të bukë. Sanat këshjes kum po të kru. Kërgjon, vishë sanat mira. Sanat pozitive. Edhe kështu që 7 vite përballë me smundin që po ta solum tru, e kisha të marrë shkollës dytë. Edhe të mojnë në poshtë, do më thonë. Të marrë shkollës dytë, 7 vite në spital, jam anej. Dhe më në fund i thash vetin nga dalë. Se unë jam maj fort. Po, Edhe i lash të gjitha onës edhe fillova prap migra punës tam që gjithmonë e kom dasht edhe du më dhe sët, artin, humorin, komedinë edhe filmin. Po ta shpetim të i po rrëthonat që
Ma s'ka pas si ku këtyn herë tashmë në YouTube, rrjetet sociale, dhe me thonë, është pak më ndryshe. Vërtet. Tashmë, unë po flasë për vetë vetën, mos po shoh një humor të mirëfill diçka që më kënaq, 70 miliona edhe vetë, me humor s'po merr, na. Atë ka lemu humorin me kalu qatë gjendjen. Pa qysh Ti ja. humorin e ki në shpirt, ti të më thonë, qysh banë që ka ja. të bajsh, ti s'mundesh mu tjetërsu dhe sa Normal se me unë edhe në humorin. fazën kur jam konë smutën e kam gjiru një videokaset, e kam ripërtri videokasetën Ëndrat e Lalushit, vjetrën, Ti me smundje. me smundje që atërë, po e kom bëmë një stil 3. Qështu me që smundje, Po e gjeshe energjinë. po shpetim, jeta vazhdon. E vërtet. Çka do që ndodh, jeta vazhdon. E vërtet. Po për kësi rastësh, për shembull, si lloj smundjesh, i kisha këshillu të gjithëve që me hik, mëse moj stres. Jo valla jam smutë tash unë. Mi dho vetë energji, Ti nuk e nale vërtet. për me te kalu ato. Nëse ti nuk i jap vetë energji, ti je mjeku më i mirë i vetvetes. E vërtet. Dhe më thonë, ti e shëron vetveten. Sado që ka mjeki që mënohet edhe i madh i Zot, ti e shëron vetveten. Edhe unë gjithmonë i kam dhënë vetes kuraj, kam dhënë vullnet për punë, për jetë, edhe kam vazhduar që sot jam çtu ku jam. Tash mos ki probleme. Jo, shpetim ma probleme nuk kam pas, kontrollat ende i kam... Tumorin e ki... kam... E ki mujt? E kam mujt tumorin. Bravo. A i kam kontrollat, po mirë është stata, nuk kam diçka ma, unë për eshtën të kamës që u me qështu. Çka kimi thonë njerëzve që nashta fatkeqësisht dëvujnë prej tumorit edhe? Çka do të më thonë njerëzve që me mujt do tumorin? Unë i kisha thonë që mos e merrni me stres jetën. Okej. Kushdo që e ka, veç merrni bot pa nervoza. Tumori nuk e dën nervozën, nuk e dën stresin, e dën veç që thëmë na happy. Okej. Veç rrafsh, që të në rrafsh edhe o kry puna. Ec. Që ato e mund shumë let tumorin, e kancerin, e shumë smundje tjera. Kështu që në rrafsh edhe mos më nëni për kur gjo, rrafsh dhe jaja. E çka pove, ku i cili syt ma 7-2 orë dole prej komës, çka pove mos pari? Ato më renda kom pa doktorin, lavën edhe babën. Ate ishin nga. Po, qaja fjallë, doktorin më kam jetë edhe sot në kokë, Që na fjallë. që tha, na vjen kesta, po s'ka kur gjo prej tina. Ato pe komës ti? A mas e ke dalë? Mosi. Edhe që ato e di që më ka huva petë, dhe di edhe më di. Italian ai doktori, ja? Jo, A shqiptar? Këto, Te na, shqiptar, Prishtinë. në Tiranë. Anë Tiranë. Po. Tha ky njeri... Po, edhe ka huva prapë tani mo. A tu forcu bindja në Zot, që do më thonë, Pa tjetër shpetim. doktori po thotë që Po. ky s'ka kur gjo, po është një fuqi e madhe që... Pa tjetër që na jem... Që se pyet doktorin. Se pyet doktorin. Edhe veç që thëmë na që marrë shadet 2 herë dhe u kry. Shkry punë i modhe zë pështetët e zotit dhe u kry punë. Po më pëlqen që e ki pas guximin edhe forcën edhe jenë bo këtë faktor bashk Po, që ti... është mas interesanti se du me të rrgjë dhe që të shpetim, kur jem këthy nga spitali i Italisë, që qëndrova 2 muaj në aeroportin e Prishtinës. Kam dalë me më pritë fëmija edhe gruja. Mija tu. Fëmija ishin shumë dogël. Po. Kur e kam pa gruan edhe fëmijin, i kom gjuh shtogat. Je ka me paterica. Po, i kom gjuh. Në aeroportet, se adin e Pse shtogat. e gjujtë, mësë me të po fëmija, familja? Nuk desha më pa fëmija. Mi mirë kujtimi keq. Edhe kur sa dhe asoj dite më nuk i kom bërdor ato. Patericat. Po, si kom bërdor, im ka për fëmijëve, jem shku në shtëpi. Do ditë kom qëndru mërë në shtëpi, tu mojt për dorë, tu mojt për dikun, tu mojt sot eci, a eci ka pak me pëngesa, po më nëse eci mirë dhe i kom te kalu të gjitha. Ke pas sfida se nuk janë 7 vjetë pak, do më thonë, ma janë 7 vjetë, kjo shumë me nejtë në për ratë me nejtë, me të majtë kështu, me të pru ajrë të freskët edhe diku Me të bolë thladis. një mo. Si thirë, Me lpengra, si ata, me rapu, si sultani, po, me lpengra, lodhesh, le ma, a ka pas në moment ku e mërzit fort, këta mo. Ndashta ka pas momente, je mërzit kur i kom thirë disa shokë, që unë në kohën teme, i kom gjinë shumë atyre. Po, Je mërzit kur s'ma kanë hapë telefonin me ditë tëra. ka pas kështu. Ka pas, me shumë arsye, jam bledhje, jam jashtë venit, jo, po nuk më imi janë ashkallu dhe shumë shokë tjerë që i falenderoj gjithmonë jam mënyrës tonë jetën. Bravo. Edhe që tu për ju kërkoj falje, shumë njerëz që ndoshta që s'ku mujt kanë herë me i thirrë në telefonun e. Mi falenderu. Po janë shumë të ata dhe kështu që po, ndoshta ma falë Zoti. Ata se cilë e ka bo, ato që ka mujt me bo, dhe sigurisht e kanë bo, që e kanë ndije me bo. Po ti e ke meritua lalosh. Unë thash jam mënyrës tonë jetër gjithë atyre që më kanë gjinë pranë. Se e ke pas vështirë, normalisht. Shumë e vështirë është. Financiarisht. E vështirë. Atë gjithë Tana ato format. po bëshin tana format, normal. Ke bon, normal. po, kur qelet dera më ndej
krejt hynë. Ja, si që realistu i bojrum. Bojrum. Edhe, a ke menu kërë i konë në latë që ki mu këthy prapë në qitë pikë mu që me bo filma, e këta filmat sukses shumë u shfaq tash këtë Evropën. Tash kena më dorë të filmat e juj, që i keni bo dhe të këtë punë që bi bani. A ke menu kërë i konë në latë, në spital, në Itali, që ka më arë një moment që ti prapë ke mu që me bo filma. Që ta shtregojmë ne. Pikërisht në spitalin e Italisë e kam punu skenarin e filmin Das me Maleve. Ja. Po sa kom qëtë në spitalin e Italisë, e kom punu filmin Das me Maleve. Që u bo tash, dhe më thonë. Është që është duke u shfaqur për kinemat e Evropës. Ato e kom punu, po pastaj kom vazhdu pak edhe kur jam këthy në shke, kom përmirësua ne. Amo fillimet e skenarit janë në Itali, në spitalin e Trevizos. Ti tu mjeku? Po, e kom shku skenarin Das me Maleve, i cili sot është duke u shfaqur për të gjitha kinemat e Evropës. Dhe më thonë që kjo nuk rastisht është menu, është punu. Kjo dhe më thonë që nuk jam dërzu. Edhe ato, të e pi infuzionin këtu, po më thonë, më edhe do të më qume punu. Shko, i du kamerat, e du artin. Unë nuk du mi shgënjë publikun tem, që më ka ndosh që Sovjet. Do më këthy prap për publikun tem. Nga njerë zotin arzon aq poshtë, për të ngritur edhe ma lartë. Kështu, po, e vërtet. Ema, ti e ke nis me lujtë filma. Që 25 vjetë. Që 25 vjetë shkajni më jonë, a ju i kështë këtë 33, kjo 25, që sa vjetë ema, që të gjashtë e ki krejti, si jom dalë këtë një vjetë dhe më thonë e pas ke nis me lujtë. Qysh po do këtë kjo bota, shkallëzëm, kjo bota e artistike? Serialeve, filma, po, se... Mirë, po më pëlqen, për shkak që ka njerëz të vullnetshëm, kemi histori të bollshme një shqiptarët, edhe për dashurinë, edhe për luftën, edhe për familjen, edhe për çdo gjë, do me thonë, vetëm a jemi të punës, se ide jemi të bollshëm. A menon që jemi bon shumë seriale për shkak Kosovë? Plot ka seriale. Shumë mirë që janë. Shumë mirë. Po janë boshëm, po le të punojnë. Ma mirë me punu. Vetë se duhet pasur kujdes që me bo ma shumë vlera se sa diçka. E tash ty, a ma mirë në film a në serial? Filmi, nuk e di. Unë jam të dyat, po filmi e ka atë vlerën e vetë, po edhe seriali është shumë i mirë. Se po të mbanë, do me thonë, gjatë me publikon. E maki. Po të mishran një farë mënyre. A ki dalë për te i këtyne kufeve tonë, për shamun Turqi. Turqia është zhvillu shumë me seriale, po në është industri e prekshme. Me Turqi. Ose Hollywoodin për shamun. Atje e ka marrë një mirë njohje, një Izmir. Po. Për? Për një punë. Qëfar punë e ki po? Ti e morë dhe me punë vullnetare, kështu dhe më keni mu njerës, kur ka pas votrat, kriza, internet, kur ka pas kriza të ndër... A e konë Turqi internet? A e konë për Turqia? Jo, për Shqipërinë. Për Shqipërinë, di, për tash me zikonë edhe atje. Po për shkak që nuk kam bo ndasi, do me thonë, as të Romëve, as të Ashkalinjive, as të Shqiptarëve, ortodoks, katolik, musliman, do me thonë, kjo ka qenë arsyeja pse edhe jam... Apo dëm publiku? Jam vlerësu. Apo dëm publiku? Po, edhe qka është më e mira se fëmija po më dojnë shumë, kështu që dashuria më e sinqertë gjithmonë është rreth meje. Në ushtë jetë si dojnë fëmija të në regull mandeje, këta të majtë, veç amen bojnë. Okej, lalur dalim të dy filma tu, Das me Maleve dhe Pranvera e Përgjakur. Das me Maleve u kry, ka fillu u shfaq në Kosovë, edhe u të shfaq në për shumicën e vendeve të Evropës ku ka shqiptarë. Tërgëm pak për filmin. Këtorin më ndej për dyqin. Shpëtim me filmin Das me Maleve, premierën e kemi mojtën në Cineplex në Prizren. Ka qenë në sala e stërmbushur me publikë dhe kanë pritë jashtëzakonisht mirë. Një film që thënë bombastik. Po, tema e luftës, i cili pastaj fillua me shfaqjen e për kinema. Dhe dëpërtova deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Deri atje u shfaq. Deri atje filmi është ende duke u shfaqur në Amerikë. Dhe prej Boston, Chicago dhe në New York. Po. Edhe filmi është duke u shfaqur ende në për Evropë. Tash sfundi isha në Itali, tash jam në Zvicër dhe pastaj Gjermani. Apo keni problem për vende ku më shfaq? Jo. S'ka të lashme. Jo, nuk ka problem. Nuk ka problem. Nuk ka problem se ju keni bo, tash jeni bashk, keni bo film që kushton. Keni bo film me shumë aktor, me shumë statista, me shumë rekvizita, me gjithë që dhe keni bo film... është filmi kushtu shumë. Filmi kushtu shumë. Po, film artistik. Kuj gjetë, pinon, sa... Po, i tash... Shqia botë kësaj punë. Tash krejt punë. Një ma për punë me rëndësi është... Unë e për të kalëzë shpetim duke ju falenderuar gjithë atyne njerëzve, me vullnet mirë, gjithë atyne donatorëve kryesor që tham një fjallë ju i falenderuar ato njetën, zotëri Elmi Vranezit,
Bravo. Valmir Zoga dhe Shefi Senit, që gjithmonë më kanë gjinë përpara për Bravo. mjete financiare, për çka do që është dashur për filmin, edhe qysh më kanë gjinë ata afër dhe filmi ka po sukses. Sigurisht. Edhe sot filmi po kërkohet prapë edhe ka 2 herë në ushfash nëpër kinemat e Evropës, janë të prit jashtëzakonisht mirë sepse tema e filmit është dasma e maleve, është një kurorëzim i dy të rinjve në luftë. Po ka lindje, ka ramje, apo kupton. Edhe titullohet filmi Dasma e maleve që është të prit jashtëzakonisht mirë nëpër Evropë. Bravo. Ema, a kështë pas guxim me kanë producentën e filmit? Po. Po, ha? Unë kam guxim gjithçka. Për me, ha? Po. A jetë më thonë kështë qike për drenicës që dhe Jam tipike drenicase dhe kam dëshirë me sfidu vetën në çdo rrugë të artit që është patjetër. A je kështu edhe jetën e përditshme që shtu... Guzimtare, sa dush. Je, ha? Po shumë. Okej. I pëlqej sfidat. Pse se bani film pra për shumë? Nuk i dihet në të ardhmen. Dalushi lunë bëhat aktor, mandej ty bësh producent. Nuk i dihet, e kam menduar, i kam një 3 sinopsise të shkruame. Apo shkruan vetë ajo? Po. A shkruan skenara? Skenar besoj është edhe në të shkruase e mirë kongëve. Për me, ha? Po. E Hamalia shkruan se kam i dos. Hajmelia jo veç Ko gja pa qef, e kam ko gja pa qef kështu. Do më thonë prin, ha? Po kësha ka. Oj, pa sigurisht. Nuk i besoj ato gjëna. Po, ja, po, kështu për humor, se sigurisht nuk shkruan. Me frim, po më shkruan nuk Mu më rogën Hemalit shpesh, se po Lalushi e keqër, do më thonë, kë pa Me bideu Lalushin jashtë... nuk është bashkëpunimi Ku e nini bashkë? Kjo është djali jam, sa dole thot që 32 vjetë, unë 25, po prapë është djali jam, kështu që... Në komedinë Martesa... Nonën e rej, Lalush. Në komedinë Martesa... Mos nga bëni me shoh. Që është një komedi shumë e shikuar është vetëm e Martesa Lalush, një medele, ka qenë... Kjo është qelun në rolin e nonës atë. Çka heki për i saj, nuk si më la... Ama let në komedi, ama e vështirë komedia? Komedia duket e lehtë, por është goxha e vështirë për shkak që mi bon njerëz me qajt është shumë e lehtë, sidomos popullin tonë, mi po me vodikon me qesh është shumë problem. Ma e vështira? Kështu që ma mirëmendja dhe një interpretim një komedian, do me thonë është për një me aktor. Këto tjera mendoj që në krahasim me komedinë bëhen shumë më lehtë. Artishtat, si pëthojnë këta, që ka studiu. Edhe këto tjera që e qajt një asion që e bëj për shembull në mënyrë natyrale. Shumë po qanë. Po jo, e kam fyr rekordin. Në mënyrën profesionale. Lalo shumë po qanë. Ta unë e kaluar në filmin tash të radhave që kam. Shumë po qanë. No comment. Tu kajt, domethënë, që me qajt, na thoj me kajt. Shumë po kanë çik. Shumë. A dhe që luti është një sen që më më shterë. Po më paguhet të vlavë. Apo, si të paguhet me Po kajt. penxera emocionale është edhe... A jetohet mirë tash Jo, prej... po më thoi kësyre djellin, a do në me të vënu pika në sy, a do në kështu, a do në ashtu jo. A Si jetohet fëmijë mirë kom tash? dirë gjithë shka naturale, Okej. në gjithdo sen që e bëj, kom që veç naturale. Kështu ndërhyrje s'kije që sen është As nuk e mendoj, as nuk e mendoj. mendoj. Jo që thinjat ku i kam, po më pëlqenjën shumë artistike, nuk mendoj mi vly Me flok. hjek. Ja, rrudhat janë arti i vetës i jetës, kështu që se kam problem mas një sen. Bravo, po shkruan edhe këngë, domethënë, po bënë edhe tekste edhe. Po, goxha vite. Ku pe gjon atë inspirim? Ku pe gjon kush është Kudo. muzën? Ku e ki muzën? Kudo, mjafton me qenë falenderuese ndaj Zotit që na ka stërmbush me talente, por duhet ta sprovojmë veten si thash edhe më herët, kështu që ne i kemi ato brenda vetes veç që duhet i shfaqim. A beson domethënë besimtari je kështu goxha thellë nëse nuk gaboj? Po. Ha? Po. Ti në cilën shkollë për shembull? Deri 5 vaktet edhe nganjëherë edhe 6. Çto 6-in kur pe bën? Namazin natës. Domethënë këto natën vazhdimisht a ko pas kohë? Jo, jo vazhdimisht. Se çush janë këto. Po, me raste. Ti sa ku folesh për shembull ima? Ka 5 vite. Që 5 vite. Çka të bëni më fol? Nuk e kam menduar ndonjëherë me nis, domethënë pak si më e re. A dini do gjana kur thojmë hajt se kështu, hajt se kështu, derisa ti qesim disa gjana në vi. Mirë po njeriu nuk e di sakt se kur ka me qita ato gjana në vi. Kështu që është mirë disa gjëra që e mbushin shpirtin, mi provu mi shiu. Okej. Do me thonë, sa jemi kureshtar me shiu droga dhe me shiu gjanat thëmë të fëllishta, ma mirë është me shiu një diçka që ta qetëson shpirtin, që je vetë vetja edhe që së tërmbush njetë. Mu më ka qetësu kjo, ka ndodhë pasi ka ndruar jetë gjyshem, kam qenë e lidhë në jashtëzakonisht me ta. Si mesa me gjyshin ma? Edhe pas largimi i ti nga kjo botë, se s'muna me thonë atë fjallën tjetër,
Veç kur e kom pa vetën që Fillove. fillova. Tash, do Do thonë, me thonë ka qenë udhëzimi i Zotit jo dhe plotësisht dëshira e imja. okej, do thonë Zoti kur na don e udhëzon. Po tash nëse dikush më thotë a ndjehesh e përmbush në jetë, tash po, e namaz e knej, Nihesh. po. Do thonë je tamam. Po. Pse për shembull ke vendos me jetu në Skënderaj e ju në Prishtinë? Jam tip familjarshëm. Po këta Prishtinë nuk janë Babin e mal, kom djalë, familjarë. babin e kom është djalë Hasreti, nuk ka as vëlla as motër. Në marrë babën në veti. Unë jam fëmiu më i madh i babit, e kemi vendin shumë të mirë Skënderaj. Po, sigurisht. Jemi mes Po sheshit, jo, a përballë ki pa kemi këta- legjendarin aty dhe Po pa ma mia, si më Po, pas për edhe balë. kam Tash, qef ju që- ka ardhur edhe një hynesh kështu. Non Zahidi aty është vendos. patjetër, Me hynesh, patjetër s'është sa Nona mirë Zahide. e mërtove. Keni venin fantastik. Po. Po, a ki pa do aktorë lalush si të fillojnë pak kështu, dhe artista me njëherë. Fillojnë me një gjuhë, e Ke shiqoni. prezentoni. Po shiqoni mendoj, Po, a din super mendoj. puno, leti mendimin, e përpërmen babën. Tregona kështu sa është dashnia madhe e vajzës për babën, për princin. Jam Unë e lushi gjendje- unë e lushi jena moshkuj dhe mujna me dash, me ditë sa është dashnia vajza për babën e vetë. Nuk po du me krahasu me atë fjallën shumë të madhe që Nuk krejt krahasoj, me kjo është një vdek, tim. me vdek në kam për atë dhe, por për babin jam gjendje më kam me vdek. Vdes dhe më thona, Për babin po. larg qoftë. Inshallah s'ka nevojë kur me Gjithçka vdek, që ma, është e njerëzve. nevojshme për ta unë e bëj. A kështë Edhe luft- për gjyshin po njësoj kam qenë. A kështë luftu më të bo luftë, për shembull mos e vazhap. A kështë pa pushkën? Tash, nështë deri te pushka nuk e di, më kap në i farë nervoze i nati, nështë po. Luftë, po e nëzon, blis lufta, mos e ba zot, në Serbi. E di që kisha me qenë në radhët e ushtrisë. Bravo. Çlirimtarët e Kosovës prapë po i quaj Tash e kështa. kem ushtrinë tonë, është ja Kosovës, edhe po sigurisht edhe Për cilën detyrë nuk e di, ku më Po të kishin shamorën caktuar e se unë po, pak shek në mi mush, nështë as ja u kisha murë synin adin, me Ja, pak aty do kilogram t'bjen- që aty do thonë kjo t'bjen s'mundet në me gisht, aty do t'bjen qu. në gishtin, nuk po pun syni Unë aty. mendoj që është fuqia shpirtërore edhe dashuria ndaj atë dheu që e bën dikant fort, E vërtet. jo kilogram që i kemi ose tega, ose vërtet. sa qojmë në për fitnesa. E kështu që e kam një zemër shumë të madhe, krejt ku shumë një e din sa patriote, sa A je advetare kësi jam. qike edhe- që del në për diskoteka, del në për kështu. Kom del dal. në për ashtu. Tash. Jo, S'del mua, Jo. Pse? e ka ndoshta 8-9 vite ose 10. Që s'del mua, Jo. a ma mirë që s'po del tash? Në bëhon, po je përkushtuar në familje. Unë e mendoj që... Edhe pse ti nuk i pa dikon, e- ka që dalin. Jo, absolutisht. Pa e egzageru, është mirë njëri me i provu gjanat, po pa i egzageru. Po jo me qenë kureshtare dhe Jo se me cilën me konsumu për provu. ditë, mandej. Edhe jo se cilën me provu. Se ka disa gjana që duhet t'ja lem me rak vetës. Po, pikë Do me që thonë thënë. sidomos ato që na ndikojnë keq. Po. Unë kam hy, ka raste kur kam hy në për diskoteka, që kemi quajtur diskoteka në atë kohë, tash ma klabe pju thojnë. Por janë çudit krejt edhe kamarirat edhe pronarët edhe kanë thonë qysh kjo vajza nuk pjen as dohan, as alkool, as kur gjë. S'ki pi kur të më thonë këto. Do me thonë është e çuditshme që s'm ka mbetë në dorë një asgjë e keqe edhe pse s'po mundem me thonë që është diskoteka është fabrikë e gjanave të këqija, mirë po njeri ka raste kur e hyn edhe në xhami, edhe në kish. Po u dreq. Unë s'po du me Je, thonë unë atë po fjalë, mos po tanin. nuk duhet i gjykojmë njerëzit se E ku vërtet. shkojnë, ose Çka bojnë? ose çka bojnë personalisht. Gjithmonë është një prapavi pas asaj që Ja, çka po, po don me është bo. tjetër kush i Një gjykon, kohë as kur vëzojnë, unë kam po. dalë në diskoteka, Ha, unë jam i ke- vajzë i që ke rregjë, domethënë. jam valltare autentike. Trojës na. shqiptare në 2003 e kam marrë çmimin, kështu që vallëzimi unë e kam pas një kohë si tash Edhe që e kam vallëzimi namazin, modern, një kohë ka qenë vallëzimi, Edhe edhe vallëzimi sot modern, është. domethënë vallëzimi Ende modern, e kështu. praktikoj. Po, a? Po, jo, i di krejt llojet e vallëzimit, Bravo. por Përveç unë tona, jam ato shpërbly moderne. me vallëzimin folklorik. Po, tonë. Vallën e shoqës edhe Autentike, ato. mo. Autentike. Jam mo. rritur me garderobën e, do me thonë, tradicionale shqiptare. Okej. Dhe e kom bajt të jetën ta me shumë burje, kështu që A ka ndonjëherë për qef? unë Po për da, je qef. tip emocional kështu dhe jashtë Jam filmave. jashtëzakonisht Për çka emocionale. ka, ose a i bën punë të shtëpisë ose a shkon te familjarët, kur i kon te hallat tua mi pa për shembull, ose te tezit. Tash merre që babi është i Hasretit, s'ka vllaz s'ka, po, motër. fal. Po, Tezit- vajzat e agjës babit, unë i Po. njeh si hallat e mia, E kështu që tezit? sa të kom Ka mundësi nona, shkoj Kur e shpesh. kon për hund për herë të fundit, leti sa të ka mundësi une, kur e kon për herë të fundit. Te Për herën e fundit, Po. te tezja isha dje. te tezja, te Po. këtu çikat e agjës babit. Ndoshta i ka 2-3 javë. Okej, për Bajram mi bjen.
Unë jam as i personi që veç kur të më shohin të dera. A nuk thjen telefon, më thonë ai. Kam qef me majta të lidhjen familjare, Bravo. shpesh i vizitoj, A e bën shpesh i kështu punë të pras. shtëpisë tash me thonë të shtëpi valla ja, se unë jam të shkruajt një Punë të kamë, shtëpisë, kështu. motrat e mia janë ma të vyne se one. Po, a për punë shtëpisë, aty e vynë po si prek me dorë, domethënë. E kuptuam që nuk i bën ajo. Atë po e Motrat e gjeti një mia farë janë shumë formulimi. të vyne, Aha. janë shumë zonjat, edhe babi është person që bën punë shtëpisë të fushës e Okej. tarave, është njëri Bravo. ku të qojsh, ai qysh Kryen me thonë punë. mos e kthe kokën ma aty, se është për një me është shumë punëtor. A je kështu emocionale? Kështu që krejt fëmija Që i kemi pyeta. në gjatë babit, jemi Sa jeni? nëse s'di me miell, pasol kallamoq s'di me miell gjithçysh, kështu që diçka dim. Sa jeni në familje, sa motra vllazën? Jam unë, i kam edhe 2 vllazën, Po. që i përqafi shumë. Normalisht. I kam edhe 3 motra, 2 i kam në Gjermani, Okej, edhe motra e vogël në Tash shtëpi. vinë motra për Gjermani. Stoni kem dhe motra në Gjermani. Po. Ja, besoj ne para pinë lësh se tash pe dini Gjithsesi, s'kan çore. Dasmat janë. Me na ndihmu se I na kem rast do social. shpenzimi, këto. i kem do shpenzimi verës lësh. Te emocionet, a je edhe jashtë filma pak emocionale kështu ajo? Pa kon edhe pak lena s'mund është gjithatë emocione. Unë e marr vetëm para kamerave, e marr vetëm personazhin. Okej, Do të normalisht. thonë e luj personazhin. Po. Mirë po ajo Personazh emocionalja, ko tonën se a dinoj, personazhi ajo nuk është. emocionalja tek unë Golden është Eagle. presje maj veten në mend. Po, a. Kështu që prandaj nuk i kam të vështira rolet me i Sa bo. uri ban gjum? Orë gjëm, Po. heri bëj 4, herë brusën e kam djallë tagjës. Perfekt. Se Do di, pak. varet, pak gjëm po. Pak gjum. Po, Lalush, se shkruaj shumë prandaj. filmi i fundit tash jeni të e bën. Pranverë Jo, vë. inshallah s'është i fundit vetëm. Po më nej të fundit tash në këtë kohë jeni të punu. Para fundit. Vetëm tash jemi të punu filmin me Ka titull zona pranvera për gjakun. Pranvera për Tregona gjakun. tash çka Pikërisht. çka po ndodh. Kur ka mo filmi shpaq ka të premiera. bëj një temë, është një temë shumë interesant, temë lufte, që ka të bëj pas Prap, me përfundimit të dështimeve dhe bisedimeve në Rambuje. Edhe kënena kur Serbia mori një ofenzivë të rrap. Që një të ofenziva ndaj- dytë. Po, ndaj civilëve dhe popullatës civile, domethënë. Ku, me theks dhe veçan të ku, anket të Kosovë. Në këtë Kosovë, nuk bëjmë një jo, masakër jo, për shembull. sot bëjmë Në Brin, Zbic. komplet dhe Meje kom ose- përfshi Kosovën komplet. Bravo. Shpëtim, e kam përzgjedh kastën më të mirë të aktorëve që është e mundme me ekzistuar, kom përzgjedh kësaj radhe. Bravo. Një ashtu edhe teknikën e realizimit është shumë e përzgjedhne. Bravo. Kam shku tamam me se film për kinema është. Domethënë, kur është Standard po, kur bëj i- të fjolla për kinema, ti e din çka lypin kinema. Duhet një standard. Edhe kështu që jem mënu me zgjedh njerëz më të mirë që ekzistojnë, edhe të aktorëve, teknikës, së krejt, puna është shumë mirë. Edhe jemi veç ka gjysa e realizimit të filmit, po domethënë ka shumë A ka njerëz. vështirësi. Vështirësi ka, e dihet që çdo punë ka vështirësi. A janë parët, çka më rëndësi. Po çaj edhe çaj më rëndësi, çaj Çaj më është. rëndësi. Po kemi po kemi Me edhe po vështirësi. kemi me vështirësi. Unë e mendoj që për këta filma, Se- këti zhanre, ose me këtë tematik duhet me prej shtetit. Shumë, shumë. Edhe secili individ me të gjinës janë nuk janë ata Vërtet. filma personal. Bash. Po ata ka me taku historisë, talmën edhe njerëzit që kontribuojnë e kanë një gjumë në histori. Kështu që sa më shumë që të ofrohen, Po shpëtim unë i bëj edhe thirrje me të ofru njerëzit me Po gjithçka për shembull, këtë thosh- tematik të filmit. Po gjithsa po ka vështirësi për shembull se pjesëmarrja e ketë në film e arrit ndoshta shifrën e 400 vet. 400 Me vetë. statista me Po ato artista, pula me konë zërë me po do të ushqimin. me kollamoq me një. Po. Po do të edhe ushqimin terren me auqumi, porosit. Ushqim, po do sigurisht. të tash Shumë llogarit punë. 100 vet. Pa një shi shuj, Uj, kjo ola po bjen. mjafton me pi. Jo, ku është buka e anë Sigurisht, tjera sigurisht, shpenzimeve që Bravo, Postaja po shumë pëlqen e madhe për e mas pari filmit. për ambicjen. Po filmin Është po ambicje do mo të- lalush kjo, domethënë ty mas pari shoqër që jesh nash, po të flas kështu shqip. çaja më rëndësi. Edhe ki shëndetin dhe po të përgëzoj për ambicjen edhe për gjithë këtë ekip se 400 vetë është punë e madhe. Nuk është Edhe tema e filmit thashë shpëtim është një temë shumë e ndihshme dhe besoj që secili ka me gjetë veten nga një pjesë të shpirtit në atë film, sepse në shumë mirë, krejt e kemi përjetu luftën, edhe secilin e ka prek nga pak lufta, edhe kështu që, pa të thamë edhe njerë, secili ka me gjetë veten në atë film. në atë film. Kur mendon që ka mu shfaq premiera? Po mendoj, adi që adin mos të flasë me thonë, po mendoj ka shtatori premierën, nëse mu i me mëri, po... Në shtator. Eventualisht tetori. Që është se s'po jam sakt i sigurt, po nëse mu i me mëri, besoj ka shtatori premierën në Cineplex dhe do të vazhdojmë në Bravo. për kinemot e Evropës. Bravo, bravo, bravo. A ka në i para që të kesh detyru me lu në i skin të nëzit?
As një pare e botës. As profesioni? Absolutisht. Dhe më thonë, s'kishin... Jo. Une jam vajzë me rregulla, kështu që Po. rregullat e mia nuk I thej për askën në botë. Bravo. As për pare, as për rolin. Parja s'është kur gjë. Po e nëzomë, ki me lujt me... Ko ta dion e me një aktor të Hollywoodit. S'ka nevojë Dalosh- Hollywoodi, që be kemi fehmi, unë bollë të mire kemi pas. Me që ke qenë me? Unë dijes pas, tash ka shku, po e nëzomë me De Niro, për shumë. Edhe të skenari që vajza më konë shqiptare, I duhet një puthje në film. Ai është plak tash, në një matrip, se Po se. s'ka lidhje, nuk kja puna skenarit nuk Po. një shumë regullë. Hiq, për s'ka asnjë hiq. arsye në botë. Pas një arsye në botë. As nëse ish në ringjall babgjyshi jam, që e kom njërin pikën ma dopt edhe pse ai nuk është njëtë. Bravo. E në qofë se të këshin fëtu me lujt me një film në Beograd, me lujt një sërbe, a kështë shku? As një herë njëtë. As për... Ma përpara e kisha bo këto tjetrën se këto dytën. Ma për para me De Niron një përqafim skenik, se sa me shku në Beograd me lujt një sërbe. Po. A po që ka bojnë Dua Lipa, bre, zemën një angsha. I repozoj 10 milion. Dikush thot që po flet, po gënjen ose diçka, po çka kam pa, unë vetëm prej kohës, do me thonë, prej Pas Mitrovice, jo në luftë, Okej. prej Mitrovice deri në Bishtazhin Gjakovës, që kemi s'kom 4 ditë dhe 4 net. E ke përjetu të më thonë këtë E pjesë. kom përjetu të merin ma të madhë, kom po të masakrum rrugës që veç I kanë pucat që shtojme na me shqelma dhe I kanë gjujt anës rrugës. Po. Veç ato skena, mu personalisht më kanë prej kur gjë në familja, s'kur gjë, kemi shpetu fati ka desht ashtu. Por që ka kom po në të këtjiret, kjo është arsyeja që Që nuk e bana. as arti, nuk du me thonë, unë jam artiste, unë e kështu, në ashtu jo. Heq, Nuk ka qmim. pik, Pik plus edhe pik, pik. pik që ditë se në Ose 3 pikë çuditëse, se vetëm një pikë çuditëse është dëshirore. Kështu që 3 është blok. X. Bravo. E në menaj shqiptarë në Kosovë këtu? Çka me shqiptar? Filmin? Për shembull që Lalushin e ki kolegë vjetër E edhe kam djalë këta. e ki djalë. Po me një rol tjetër më është pas Mami. futa Ne diun. veç djalë e kam. Veç djalë. Bravo, po pëlqen rezist kështu ka ja fare qëndrueshmëria. Minja është shumë e vendosur. E vendosën edhe është çdo çika shqiptare lësh. Do të thonë çto janë çika shqiptare. Po, e Që vërtet. nuk ja u thën menën as parja, as fama, as karriera, as kurgjë. Bravo. Po të prekzoj. Faleminderit. Dalosh po thu që filmin e shtator tetor. Kismet shtator po menoj, Mas këtij projekti çka? mas këtij projekti nuk po du me fol kur gjë, nuk po du me zbulu për diçka shumë gjigante. Okej. Edhe kështu që inshallah kemi shëndetin, Po, po të premtoj që këtu kom e orë me zbulu, çka ka ndodhur? që ka me ndodhë. Unë do më të falenderu se të kam mik di vjetër, tash e 20 vjetë, dhe më thonë, me që Dalushin, ti ma herët se në pak. Ti e ki pasë djallë, s'ki pasë kohë qënë. Tash e 20 vjetë njimi, edhe kur raportet tona nuk kanë lëviz, po ne jemi pa nështë jo shumë shpesh, po sa herë kemi dasht, e kemi pas punë, Po, jemi pa. patjetër. Kështu që, po mbje mirë që është I njëjtë jo mas shumë vjetëve. Turoj shëndet, Faleminderit. ty dhe këtë familjes, edhe e pas që familjen me jetë gjatë edhe vetë me jetë gjatë. Amin. E mos të ndalëshin sukseset, tash e 100 vjetë ashme. Edhe për Faleminderit. jemen, një vajzë, unë e një jemen, po kur moti, jema, se Skanderajt, në nga që të ina, Po, kështu. po. Jemi në një, janë një dhe punën, ma shumë janë një punën si këta, po e përgëzoj për punën që për banë edhe për rezistencën edhe për dashnin që ka për venin. Bravo. Faleminderit shumë. Kësaj Unë e krejtë në fund, po du me falenderu djalin tem, Okej. që më ka përzgjedh me lujt një rol tepër të mirë që e kom pranu me krejt dëshirën më të madhe, sepse të luaj një film për ushtrinë çlirimtare të Kosovës ka qenë ëndër e imja Si e jetës. prej kur ka përfundu lufta. Ky ma ka jap mundësinë, kështu që publikisht faleminderit. Respekt, Faleminderit edhe 3 sponsorëve që janë pak më të sponsor më të Kryesor. lartë, po më kryesor, Elmiun edhe 2 tjerët. Shumë faleminderit prej tyne që do me thonë është kontribut I jashtëzakonshëm, Normalisht. sepse kultura, arti, kultura janë ato që shkruajnë historinë. Na kena me shku, qëta filma kanë me mbet për gjenerata që Arti dhe kultura është ngjyra e gjakut atyre që kanë derdhur gjakun, do me thonë, për ta shkruar ne tash historinë e tyre. Bravo. Mas kësaj fjales po tham kur gjama, po shihemi në pjesë tjera të këtij emisioni. Ju duam fort. Natën e mirë.